Gjykata e Florës ka konfirmuar masën e sigurisë arrest me burg për Eris Mehmeta, i akuzuar për sigurim kushtesh për vrasjen e Renato Hoxhait më 27 prill në Vlorë. Ndalimi i tij është kryer një ditë pas ngjarjes dhe bëhet me dije se njeriu ka patur rol aktiv në krim. Referuar policisë, Eris Mehmetaj i ka dhënë në përdorim makinën autorit të ngjarjes që më pas ky i fundit i ka hequr targat. Inteligjenca policore zbulon pronarin e mjetit, por ende hetuesit janë në kërkim të makinës, që besohet të jetë fshirur në ambiente e servisi, si dhe të jetë çmontuar. Në polici vetëm i ndaluar ka mohuar të ketë lidhje me ngjarjen, por nuk ka dhënë shumë detaje. Provë për policin mbetet aparati telefonik që i është marrë dhe i është bërë këshyrje paraprake. Në të janë zbuluar të paktën 2 mesazhe dhe thirrje që kanë interes për hetimin. Nga të dhënat në burime të hapura, rezulton se Eris Mehmeta javët e fundit të ketë hyrë në vendin tonë nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Deri më tani besohet se autori i ngjarjes është larguar drejt qafë botës me qëllim largimi nga vendi ynë. Hyrjet dhe daljet po kalojnë në skaner të policisë, e cila po këshyr me qëllim verifikimin e personave të dyshimt. Vrasja e Renato Hoxhës besohet se është vijimi i përplasjeve të bandave në Vlorë. Disa të dhëna flasin se viktima kujdesej për ruajtjen fizike edhe të një banese në cilën jetonte një person me rrezikshmëri të lartë.